ky vend, ku kanë demonstruar udhëheqësit e lavdishëm të luftës për liri, është ruajtur vazhdimësia e rënjeve heroike sikur ajo e heronjeve të kombit Recep Malaj e Juhi Berisha, dhe është vazhduar rruga luftarake për të derdhur gjak për liri dhe pavarësi. Para e mbas kësaj ngjarje që është zhvilluar 26 vjet më parë në këtë vend që po ecim ne sot, kanë rënë në frontin e luftës për liri e pavarësi të Kosovës të pavdekshmit. Shaban Shala i vrarë me 1963 në Burg. Fazli Grajqevci i vrarë me 1964 në Burg. Tahir Meha i vrarë duke luftuar në rrethim në 13 maj 1981 në Prekaz. Nebi Meha i vrarë duke luftuar në rrethim në 13 maj 1981 në Prekaz. Jusuf Gërvalla i vrarë në atentat në 17 janar 1982 në Stuttgart. Bardosh Gërvalla i vrarë në atentat në 17 janar 1982 në Stuttgart. Kadri Zeka i vrarë me atentat në 17 janar 1982 në Stuttgart. Recep Mala i vrarë duke luftuar në rrethim në 11 janar 1984. Juhi Berisha i vrarë duke luftuar në rrethim në 11 janar 1984. Afrim Zhikia i vrarë duke luftuar në rrethim në 2 nëntor 1989 në Prishtinë. Fahri Fazliu i vrarë duke luftuar në rrethim në 2 nëntor 1989 në Prishtinë. Ali Ajeti i vrarë duke luftuar në 1989 në Shtedin të Besianës. Bajram Bahtimi i vrarë duke luftuar në rrethim në 8 shkurt 1984 në Prishtinë. Zia Shemsiu i vrarë në 1985 në Burg të Beogradu. Ismet Krasniqi, veprimtar që nga viti 1981 i vrarë në demonstrat në 27 mars 1989 në Prishtinë. Mehmet Ejupi nga fshati Sekirak i vrarë në 27 mars 1989 në Besian. Besim Latifi nga fshati Pollati Besianës i vrarë në rrethim në 1990. Skënder Monolli nga fshati Pollati Besianës i vrarë në rrethim në 1990. Tahir Berisha i vrarë gjatë përpjekjes së armatosur në 1992 në Leshan të Tejës. Besim Ndrecaj nga Suareka i vrarë në rrethim në 1995. Gjemajli Berisha, profesor nga Brestovci i Raolecit i vrarë në tortur në Burg të Prizrenit. Abedin Lepraj nga fshati Plavi Dragashit i vrarë në atentat në Paris të Francës në 1990. Mentor Tolaj nga Beqani i vrarë në 1991. Ulfete Humorin nga Lupçi i Poshtë në Besianës e vrarë në demonstratat e vitit 1990. Shukrio Bërtnica nga fshati Lismir e vrarë në 27 mars 1989. Aziz Kelmendi i vrarë në shërbimin ushtarak në Paraqin në 1987. Murat Mehmeti i vrarë në demonstrat të vitit 1968 në Prishtinë. Nasir Hajrizi i vrarë në demonstratat e vitit 1981 në Prishtinë. Aslan Pireva i vrarë në demonstratat e vitit 1981 në Prishtinë. Sherif Frangu i vrarë në demonstratat e vitit 1981 në Ferizaj. Riza Matushi i vrarë në demonstratat e vitit 1981 në Ferizaj. Ruzhdi Hyseni i vrarë në demonstratat e vitit 1981 në Vushtri. Gjelal Maliqi nga Prishtina i vrarë në demonstratat e vitit 1981. Sali Abazi nga Prishtina i vrarë në demonstratat e vitit 1981. Salih Maloku i vrarë në demonstratat e vitit 1981 në Prishtinë. Nesim Dervish Dana i vrarë në demonstratat e vitit 1981 në Gjakov. Salih Zeka nga Vushtria i vrarë në demonstratat e vitit 1981. Gjemajli Blakaj nga Istogo i vrarë në tortur në 1987. Enver Hadri i vrarë në atentat në 25 shkurt 1990 në Bruxelles. Arim Abazi i vrarë në tortur
reforme 19 mars 1982 në burgun e Ferizajt. Nesim Elshani nga fshati Nagavci vrarë në demonstratat e vitit 1990 në Brestovsk të Rahoveci. Bedri Sokoli nga fshati Urdi Besianës i vrarë në vitin 1989 në Prishtinë. Recep Tahiri nga fshati Klin Iskenderajt i vrarë në rrethon në vitin 1992. Agron Fetahu nga fshati Celini Rahovecit i vrarë në 1990 në Brestovsk të Rahovecit. Hilmi Krasniqi nga Hoqa e Vogël i vrarë në 1990 në Brestovsk të Rahovecit. Agim Rashiti i vrarë në demonstratat e vitit 1989 në Gjilan. Gjumshit Ahmet Badalla nga fshati Zhuri vrarë në 28 mars 1989. Gjyldari Zed Badalla nga fshati Zhuri vrarë në 28 mars 1989. Ajrim Badalla nga fshati Zhuri vrarë në 28 mars 1989. Naim Qemaili nga fshati Zhuri vrarë në Zhur. Fatmir Hoxha nga fshati Zhur i vrarë në Zhur. Haki Pavata i vrarë në demonstratat e vitit 1990 Deçan. Muj Berisha nga fshati Maznik i vrarë në Maznik Deçan. Ismet Qoraj i vrarë në 1990 në Carabrek të Deçanit. Gjafer Qoraj i vrarë në 1990 në Carabrek të Deçanit. Salih Hadergjona nga fshati Pobërgj i vrarë në 1991 në Deçan. Musa Agashi nga fshati Peçani vrarë në Suarek. Mustaf Vesela nga fshati Peçani vrarë në Suarek. Hilmi Kajtazi nga fshati Vitak i vrarë në Mitrovic. Bedri Sergjona nga fshati Klodernic i vrarë në Mitrovic. Behram Sumici nga fshati Roshan i vrarë në Mitrovic. Hakim Beslimi nga fshati Koshtov e Vlahis i vrarë në Mitrovic. Salih Hadergjona nga fshati Boksh i vrarë në Deçan. Serat Berisha nga fshati Bajdej i vrarë në Prishtinë. Muharrem Kabashi i vrarë në Dushanov të Prizren. Idris Rahmani nga Parashica Prishinës. Rahman Demaj i vrarë në Skenderaj. Bedrin Hasana i vrarë në 1989 në Mitrovic. Serdar Gjafori nga Barileva i vrarë në 1989 në Prishtinë. Nusret Gashi i vrarë në Suarek. Muhamet Imeri i vrarë në demonstratën e vitit 1989 në Dushanov të Prizrenit. Muhamet Bytyqi i vrarë në demonstratën e vitit 1989 në Dushanov të Prizrenit. Bujar Haxhi Musa i vrarë në Mitrovic. Riza Smaili i vrarë në Gjilan. Betim Shala nga fshati Nashec i vrarë në Prizren. Beqir Shimaniqi nga fshati Roshan i vrarë në Mitrovic. Ramadan Zeqiri nga fshati Kopiliq i vrarë në Mitrovic. Istrev Gashi i vrarë në Suarek. Sakib Bislimi nga fshati Koshtov e Vlahis i vrarë në Leposaviq. Afrim Bytyqi i vrarë në demonstratat e vitit 1989 në Dushanov të Prizrenit. Rahman Sopa nga Kaçaniku i vrarë në demonstratat e vitit 1981 në Prishtinë. Shefki Sejdiu nga Ferizaj i vrarë në Prishtinë. Shahid Bytyqi i vrarë në demonstratat e vitit 1989 në Dushanov të Prizrenit. Xhemail Krasniqi, demonstrues i burgosur i vrarë në Burg. Agron Gashi nga Celina e Rahovecit i vrarë në demonstratat e vitit 1990. Hilmi Krasniqi nga Hoqa e Vogël i vrarë në demonstratat e vitit 1990. Halim Hoti nga Krusha e Vogël e Rahovecit. Reshat Ymeri i vrarë në demonstratat e vitit 1990 në Gjilan. Ismet Qoraj i vrarë në demonstratat e vitit 1990 në Carabrek të Deçanit. Gjafer Qoraj i vrarë në demonstratat e vitit 1990 në Carabrek të Deçanit. Recep Aliu i vrarë në demonstratat e vitit 1989 në Ferizaj. Bekim Sejdiu i vrarë në demonstratat e vitit 1990 në Koshare të Ferizaj. Sadik Malej nga Stanovci i Koshtëm i vrarë në demonstratat e vitit 1990 në Vushtri. Sadik Malej i vrarë në demonstratat e vitit 1990 Stanovci Poshtëm Vushtri. Sadri Maksuti i vrarë në demonstratat e vitit 1990 në Stanovci Poshtëm Vushtri. Fadil Talla i vrarë në demonstratat e vitit 1990 në Podlijev. Gjevat Hoxha nga Gjakova i vrarë në 1990. Fatmir Kërleshi nga Gjakova i vrarë në 1990. Qamil Morina nga Logja e Perës i vrarë në 1990.
Ragip Hasan Metaj nga Strelci, Deçanit i vrarë më 1990 në demonstrata. Syl Uk Haxhaj nga Carabregu i Deçanit i vrarë në demonstratat e vitit 1990. Nuhi Azemi nga Prelezi i Erlive të Ferizajt i vrarë në demonstratat e vitit 1990. Gjevdet Breznica nga Magura e Lupjanit i vrarë në demonstratat e vitit 1990. Enver Morina nga Qikatova e Vjetër e Drenasit i vrarë në demonstratat e vitit 1990. Sahit Shala nga Krajkova e Drenasit i vrarë në demonstratat e vitit 1990. Melik Kreziu nga Suareka i vrarë në demonstrat. Ali Kreziu nga Bubaveci i Manishevës i vrarë me 1990. Nazmit Kifeku nga Dubrava e Kaçanikut i vrarë me 1990. Milazim Karaxha nga Qikatova e Drenasit i vrarë në demonstratat e vitit 1990. Smajl Ladrovci nga Glanasela e Drenasit i vrarë në demonstratat e vitit 1990. Gjavit Ladrovci nga Glanasela e Drenasit i vrarë në demonstratat e vitit 1990. Shani Morina nga Drenasi i vrarë në demonstratat e vitit 1990. Bahqar Gashi i vrarë në Gjilan. Ali Tafa nga Caraleva i vrarë në demonstratat e vitit 1990. Rasim Mulliqi nga Belegu i Deçanit i vrarë në torturë në stacionin e policisë në vitin 1990. Ragip Hasan Metaj nga fshati Strelci e përmi Deçanit i vrarë me 1990. Vetim Shala nga fshati Nashec i vrarë në demonstratat e vitit 1989 në Prishtinë. Mustav Veselaj nga Studençani i Suarekës i vrarë në demonstratat e vitit 1989 në Prishtinë. Fatmir Reqica nga Lipjani i vrarë me 1978 në burgun e Idrizovës në Maqedoni. Ibrahim Krasniqi nga Lipjani i vrarë me 1982 në burgun e Pozharevcit të Beogradit. Gjevdet Breznica nga Magura e Lipjanit i vrarë në demonstratat e vitit 1990. Ejub Bedrovi nga Lipjani i vrarë në shërbim ushtarak me 1991. Enver Bytyqi nga Lipjani i vrarë në shërbimin ushtarak me 1978. Reshat Ymeri i vrarë në demonstratat e vitit 1990 në Gjilan. Idris Rahmani nga Prabashtica e Prishtinës. Hakim Morina nga Glareva e Klinës i vrarë në dy luftim me armatën jugoslave me 1991 në Trebinje. Jetullah Desku nga Klina i vrarë me 1990. Mumin Shkodra i vrarë me 1987 në shërbimin ushtarak në Shqibenik. Sahit Sahiti i vrarë me 1984 në shërbimin ushtarak në Valerë. Fatmir Krasniqi nga Prishtina i vrarë në shërbimin ushtarak me 1990. Shaib Behrani nga Besiana i vrarë në shërbimin ushtarak në vitin 1991. Ibrahim Krasniqi i vrarë në Prishtinë. Agim Kukleci i vrarë në Isniq të Deçanit. Basri Ibrahimi nga fshati Smir i vrarë në Smir të Vitis. Recep Aliu i vrarë në Bubavec Malishev. Islam Morina nga Tobanica e Kamenicës. Fatmir Ukaj nga Peja. Gani Daci nga Nabërgjani i Pejës. Hysni Mazreku nga Bubaveci i Malishevës. Ali Bizvukaj nga Peja. Ali Is Zukaj nga Peja. Aziz Shara nga Kaçaniku. Qazim Shoshi nga Istogu. Vehebi Shehulli nga Zveçani i Mitrovicës. Sadri Shoshi nga Istogu. Samedin Bilutbashi nga Prishtina. Fatmir Ukaj nga Peja. Zyle Gashi e vrarë në Prishtinë. Os Muçaj dhe Osman Bokshi nga Peja.